Albatros Rezhaj, mirë se erdhe në shumë. Close Friends. Jemi sot me gjallësën më madhështore në tokë, shu e diun, emrin Albatros. Gëzuar, mirë se erdhe. Të shumë e kam bërdityrim t'i hatë gjitha këtë. Po, mundesh? Jo, s'ma prish dietë. Për rekord Guinness. Më prish dietë. Për rekord Guinness je më shumë i aftë të konsumosh ushqime apo fjalë? Kjo është sofra tipike Tiranës, ë? Jo, kjo është tradicionale shqiptare. Jemi tek Oda, restorant Oda, që ka një lidhje me artin, është një ide dhe një krijim i një regjisori shumë të njohur në Shqipëri, që quhet Pascal Prifti, dhe e bija e tij na hapi derën dhe na mikpriti sot në një nga dhomat speciale ku gjithçka është tradicionale shqiptare, ajo quhet Argita Prifti. Një gëzuar për të, se kur i thash që do vi Albatrosi, tha shumë special, tha. I thash gëzuar, i thash do festojmë pavarësinë e Kosovës, sot. Fiks, sot është pavarësia e Kosovës, 18 vjetori. 18 vjetori, do me thonë, nëse do ishe bërë baba në atë kohë, djali yt ose vajza jote do ishte 18 vjeç sot. 18 vjeç, pa. Kur e mendon, unë e mbaj mend si dje ditën e shpalljes së pavarësisë Kosovës, edhe nuk na besoj, me thonë të drejtën. Qa është kjo? Ashtu, ha? Qa është kjo? Vërtet edhe ti? Edhe ke emocioni, qa është kjo? Edhe tash kur e mendon, kanë kaluar 18 vite, dhe është moment krenarie. Gjatë historisë popullit shqiptar ka pasur shumë breza që kanë bërë gjëra shumë të mëdha, por brezi ynë e ka përjetu nëntorin e dytë. Nëntori i tretë. Nëntori i dytë. Po, edhe brezi ynë është pak a shumë sikur brezi i shpalljes së pavarësisë së Shqipëri, por shto kësaj televizione, rrjete sociale, CNN, gjitha, domethënë është një arritur e madhe. Ndërherë më duket edhe pabesueshme kur e kujtoj si ka qenë jeta në okupim. Ka qenë jetë shumë e rëndë në okupim. Realisht doja të pyesja, si ndryshoi jeta jote? Sepse sa vjeç mund të kesh qenë atëherë? Sa kishe kaluar? Kur është shpall pavarësia apo luftën? Kur shpall pavarësia kanë qenë 33. 33 vjeç. 32 gjysmë. Në moshën e Krishtit. Absolutisht. Edhe kam përshtypjen që ke mbetur po aq në moshë. Jo, unë jam një 16 vjeçar me tentativë të kaloj 17. Vërtet? Absolutisht, nuk dyshon ajo pjesë. Kjo është një gjë që unë ja tham vetes tërkohën. Në Gjakov është një këngë shumë e njohur që thotë robi plakët kur do vet. Edhe unë mendoj në ato që mosha është thjesht numër, në aspektin mendor, normal fiziku, biologjia e bën të veten, por duhet refuzuar atë idenë që kanë pasur brezat e mëhershëm që kur vjen një moshë e caktuar ti thjesht duhet presësh vdekjen. Unë mendoj që ka jetë edhe mas 30-tave, edhe mas 40-tave, mas 50-tave, mas 60-tave, mas 70-tave nëse ke jetë, mas 80-tave, njeri dëgjon histori të 90 vjeçarëve që janë aktive, që kontribuojnë në shoqëri, thjesht refuzojnë të rrinë një qosh aty dhe të presin. Të vetë shpallen në pension. Jo, ti mund t'jesh në pension, por jo në pension nga jeta. Po, në pension. Jo nga jeta, jo nga aktiviteti social, jo nga ajo që ty të bën të ndihesh gjallë, sepse ti mund t'jesh gjallë, por nuk ndihesh gjallë. Edhe njeriu nuk duhet heq dorë nga kjo që të bën të ndihesh gjallë, domethënë, ka gjë më të bukur se është një plak, është një plak. Edhe gjuhesh me një plak tjetër. Absolutisht. Domethënë sepse duke shkuar më thellë në moshë, njeriu zbulon që dashuria ka trajta vërtet fisnike përtej biologjisë, përtej fizikës. Për atë arsye kur shen çifte në moshë dhe që kanë shumë kimi puçi me njëri tjetrin ashtu. Tregon që ajo kalon në atë fazën fisnike, jo biologjike, jo fizike, domethënë dashuria është përtej këtyne. Nuk mund ta izolosh për shembull në një marrëdhënie intime, nuk mund ta izolosh në një darkë, nuk mund ta izolosh në një pushim, nuk mund ta izolosh me çado, domethënë dashuria është del, si ngritet, çohet, po është një forcë pa kontrolluar e natyrës, unë e quaj forcë egër e natyrës, që nuk mund zbutet. Shqyrë që nuk zbutet.
Shumë e bukur, si thuj, ti gjithmonë ke folur bukur për çdo gjë. Je si ato shkrimtarët e antikitetit që flisnin dhe për politikë, dhe për filozofi, dhe për jetën, dhe për vdekjen, dhe për dashurinë, dhe për tradhtinë, dhe ato konceptet filozofike i bënin të përjetshme dhe i nxirrin se thua në shesh të mejdanit, që të perceptoheshin edhe nga njerëzit e thjeshtë. Ishte ajo kohë. Unë kështu të shoh. Unë vetëm që e bëj me metodat moderne. E bën me metodat moderne dhe e bën shumë bukur. Ky është sheshi, ky është mejdani, kjo është dashuria, kjo është tradhtia dhe flet pa doreza. Në antikitet që ka qenë agora ku janë ult, sot ti mund ta simulosh agorën fare lehtë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet një podcasti, çfarë jemi sonte këtu. Edhe ti mund të mbrish te njerëz në majat malit, atje që thjesht ka i celular, i ka delet aty, po e ka celularin në të ndjek. Kjo është magjia djetuarit. Magjia djetuarit në shekullin 21. Domethënë sepse ai mund jetë çoban. Po ka iPhone, sepse iPhone-i është gjë e rëndësishme për të. Kjo është absurdi i djetuarit. Domethënë kjo puna e telefonave më përkujton një situatë viteve 90, më kujtohet, kisha një mik nga Kusi, tash ai është në Londër, shtëpinë kishte cop-cop. Por kishte Benz, dhe Benz Fringo 3. Thësha, po pse mo Benz të ke po? E jo shtëpi, po shtëpi s'ma sheh kush për burr. Po benzin ma shojnë gjithë. Se ka pas keq. Edhe kështu puna televizor në majat malit atje. Kjo ideja për të jetuar për të tjerët që është nuk është për të jetuar për të tjerët, po është formë që ti të bësh pjesë e shoqënisë globale. Domthonë aty je e ke telefonin, je pjesë e diskutimit, e shkruaj një koment, ajo është fryrja që e shkroj një koment, ose lexo kush atë koment, ose lexo kush koment, nuk është më rëndësi. Po unë mendoj që sot është shumë më sfiduese se në kohën e filozofëve të antikitetit. Sepse sot sfidohesh nga çdo secili, del aty dhe për shembull këtu kur publikohet në YouTube, del aty e shkruan dikush një koment, korner nga e majtja, edhe komente të pamëshirshme. Pamëshirshme, po. Kjo është sfida. Komente të pamëshirshme në shumicën e rasteve nga njerëz që nuk e di ai kanë 3-4 klasë shkollë. Po ndërherë ata që si kanë 3-4 klasë shkollë, po që do bësh disa që janë në shkollë. Ata janë më të rrezikshëm. Është krijuar trendi i shfryrjes, ta nxjerrim mllefin, domethënë. Po përpara s'kemi qenë kështu. Jo, po kemi qenë, po s'ke pas mënyrë të shprehet, domethënë njeriu në esencën e vet është kafsh. Dhe është gjithmonë në luftë me apo e zbut kafshën brenda vete, apo nuk po e zbut kafshën brenda vete. Disa njerëz nuk e zbutin kur kafshën brenda vete, e ngel kafsh. Ata që jeta ja u mundson, ose thjesht janë të bekuar nga Perëndia, e zbutin kafshën brenda vetes. Njerëzimi është gjithmonë në këtë përballje. Edhe sot, kjo përballje është shumë e egër, sidomos nëse je njëri që ja ofron krijimtarinë tonë, jetën tonë publikut. Unë në çdo intervistë që jap, në çdo paraqitje, në çdo status që nxjerri, ja jap mundësinë dikujt të fut duart në jetën time. Kjo është gjë shumë e dhimbshme. Të fut duart në gjërat e tua private, s'mund duhet të ekzistojë një kufi, ç'është e imja dhe ç'është e tjerëve. Dhe kjo është një sfidë tërkohë. Unë përpiqem me jetu jetën time në mënyrë transparente, unë bëj çka du me bë, në mënyrën si unë du me bë, por kur vjen puna te kontakti me publikun, vendosi vija, kush do të më njoh, e din kafen ku rri, e din klubet ku shkoj, e din kush kemi bë pazar, gjëra, aty mundet me më njoft. Por unë mendoj që njerëzit sidomos që merren me aktivitet publik, duhet të jenë shumë kujdesshëm sepse ato gjëra nuk kthehen më. Për shembull, ne kemi shumë kolegë nga jeta e showbizit që thonë, po mua nuk po më lën rehat, s'kam privatësi. Fale, kush i futi ata në jetën tonë? I futi vet. Po. I futi vet, sepse ti i ftove, sepse deshe të bësh interesant, deshe të tregosh, të bësh i famshëm ose e famshme. Bëj i famshëm me krijimtari, bëj i famshëm me mendim, bëj i famshëm me një pikturë. Po jo me jetën private. Jo me jetën private, sepse ajo nuk kthehet më. Ajo nuk kthehet më. Madje tash mua më pëlqen që shoh që disa njerëz kanë filluar të krijojnë edhe atë kulturën që vetëm është etabluar në Perëndim që mos postojnë gjithçka në rrjetet sociale.
sepse të është deri vonë, ti s'ke pas nevojë me shku me vizitu dikë, i ke ditë çfarë tapeti ka, çfarë televizioni ka, çfarë veshje ka në dollap. Madje edhe deri në banjo na kanë futur, e kupton? Deri në banjo na kanë futur. Pastaj çfarë ngel privatësia aty. Byles ishte trend për vajzat shqiptare të bonin foto dhe video në për tualetet e lokaleve, shtëpive ose ku diun hoteleve. Për shembull, një herë një kohë, nëse ja ke ditë nishanin dikuj, bëj tema ajo punë sepse si ja ke pa nishanin. Domethënë, ajo merrej si dëshmi e një afirmiteti. E afirmiteti. Dhe intimiteti, po. Sa ti sot ja din gjitha ke parasysh. Shumë e bukur. Falë shprej, a është e depiluar, as është e depiluar, deri aty mund të shkosh. Shumë e bukur, gëzuar. Je shumë revolucionar në mënyrën se si kalon nga poezia tek metropoli, tek ajo që quhet jetë urbane. Unë në fillimet e mia e kam quajtur veten filozof urban, në atë kuptimin që sot kjo është jeta. Urban nuk të bën origjina, por të bën mënyra të menduarit. Në fshatrat tona ka qytetarë që s'kan zbritur kurrë në qytet, po në qytete ka fshatarë që janë aty me 200-300 vjet. Origjina nuk të bën, po mënyra të menduarit. Siç tha shpreha që ai ose ajo ka ikë nga fshati, po fshati nuk ka ikë prej tij ose asaj. Edhe për atë arsye unë kam quajtur krijimtarinë time filozofia urbane, ose kam në një version pak më artistik, filozofia e dështimeve të mia të përditshme. Sepse unë një gjë ja kam pranuar vetvetes, që në fund të ditës kur e bëj bilancin, më shumë ka dështime sepse sukses. Dhe kjo është pjesë e natyrës njerëzore. Sepse sikur të jetë vazhdimisht sukseshe, të njeh gjithë bota. Bësh diçka një meta njeri. Por nëse je real me vetveten, nëse i takon brezit të njerëzve të rëndomt, që janë 99.9% e njerëzimit, ashtu ë. 99.9% janë njerëz të rëndomt. E ti kur e bën bilancin në fund të ditës, ti ke më shumë dështime se sa suksese. Se me këtë do kesh sukses. Sepse sukseset marrin jehon, bën lajm. Sa këto dështime si përmend askund, po s'paku ti vetvetes duhet t'ja pranosh. Edhe të nesërmen të përpiqesh që të ndryshosh diçka. Dhe unë gjithmonë çdo mëngjes se bëj një reset të ri, një përpjekje me anis nga fillimi, edhe jam i vetëdijshëm në fund ditës se s'kam bërë kurrë. Po, nesër vazhdojmë përsëri. Ky quhet optimizëm apo jo, kjo është pesimizëm stabil? Unë e quaj refuzim për të mposhtur. Refuzim. Unë refuzoj të mposhtur. Po ti shuhesh për shpikjen e këtyre termave artistiko-urbane, siç e tham. Unë refuzoj që të mposhtum, që më mposht jeta, refuzoj. Domethënë pavarësisht se çfarë çmimi paguaj, edhe njerëzit që janë mbrapa kamerës dinë që unë jam pak me probleme. Pak me probleme, por unë refuzoj që të mposhtum, sepse dua që të kem kontroll mbi jetën time. Kjo është problemi i njeriut modern. Të kontrolloj jetën. Vuajtja e njerit modern është se ne ndjejmë se s'kemi kontroll mbi jetën tonë. Na dirigjon media, na dirigjon politika, na dirigjon biznesi, na dirigjon rrjetet sociale, paraja. Edhe më të kaluarën jeta ka qenë shumë e thjeshtë. Ha, pi, rre, në mramje vazhdo llojin. E ke parasysh? Vazhdo llojin që do të thotë? Domethënë ai seksi në mënyrë primitive që e bën. Primitive, domethënë bën seks dhe bën fëmijë. Bën fëmijë. Kaç ka qenë jeta? Domethënë kaç ka qenë jeta? Ka qenë pa stres. S'ka pas stres. Kur njeriu lufton për mbijetesë, stresi është nuk është ky që e përjetojmë. Sa ne sot kemi stres tërkohën. Edhe kjo na duket se dikush tjetër po na e kontrollon jetën. Jeta jo nuk është për arsye jemi të frustruar, jemi kështu të egër ndonjëherë dhe kjo është unë e quaj vujtja e njeriut modern. E bukur, me që jemi të stresi, më ka bërë përshtypje se në biografinë tënde që është aq e pasur, aq artistike dhe ndërkohë ka edhe PhD aty, ka edhe studime, vetëm shkolla, libra, tituj librash, që mbajnë emrin dhe firmën tënde, që dhe emrin dhe firmën i kishe shumë të bukura në fund të biografisë.
Dhe kam përshtypjen që mund të jesh ndër të rrallët që shkruan në biografi që ti vuan nga stresi post-traumatik. Sindroma e stresit post-traumatik. Po. Po, vërtet është ajo, domethënë. Çfarë është kjo? Se ti mund të kesh dhënë mira intervista, po për ata që do shohin këtë intervistë për herë të parë, ose që duan të njohin një albatros nga fillimi deri në fund. Çfarë është kjo sindrom dhe si të ndodhi ty? Si erdhi në jetën tënde? Po do përpiqem të jap një version sa më thjesht. Është pasoja që një njeri i përjeton kur përballet me përvoja traumatike. Shumë të jetë lufta, një aksident. Po. Unë ka pas jo një, po disa përvoja traumatike. Një prej tyre ka qenë jam rreshtuar për pushkatim me 28 korrik vitit 1998 në fshatin Hade. Pastaj kam pas disa përvoja jo të lehta, do tentima, tentate, kanë qenë kështu janë të maskuara, por... Këto ka ndodhur gjithmonë në kohën e luftës? Domethënë në luftë edhe pas luftës. Edhe pas luftës. Sepse ka qenë një situatë që të themi si 97 në Shqipëri. Pastaj unë kam pasur një përvojë në lindjen e mesme, domethënë ti e ke lexuar biografinë time dhe tash unë kam shërbyer në vende ndryshme. Edhe aty kam pas disa përvoja jo të lehta dhe në vitin 2015 shfaqen shenjat e para, ndërsa në vitin 2022 eskalon, edhe nga viti 2022 unë kam vuajtur shumë, dhe krizën e kam pas në mes të vitit 2024, edhe pastaj unë tërhiqem nga jeta publike për një vit e gjysmë. Po, e mbaj më atë periudhë që nuk kisha askund. Absolutisht, domethënë unë kam kalu periudha deri që ku kam tentu me lëndu vetveten, mos t'i jap në emën tjetër, humbje e vullnetit për të jetuar, i ketë gjitha, po asgjë s'mjafton. I ketë gjitha, po asgjë nuk mjafton. Dhe fatmirësisht mendimin e psikiatrit tim, cilin e dua shumë, se më ka ndihmuar të mase, mendimin e njerëzve prapa kamerës, që na kontrollojnë. Tash ta bëjmë pak thashë tani. Të bëjmë pak, kush është aty? Edhe është dikush, po? Edhe të mexhve, unë i kam te kalu këto. Non ju kam te kalu se fola palide. Kam bë pak më mirë. Jem për pak më mirë. Pak më mirë. Do të nuk e shpëtuar nga ky sindrom. Në biografinë time në Instagram edhe në Facebook e kam not healed, but just honest about the scars. Domethënë, jo i shëruar, po thjesht i sinqert për vragët që kam në shpirt. Arsyeja pse kjo është aty është edhe fakti që me këtë kam dashur edhe të shpjegoj për shembull pse unë bëj edhe një jetë në shikimin e dikujt mund të dukem paranoik, mund të dukem hipervigilent, dyshues. Për shembull, unë jam menjëherë aktivizohen mekanizmat mbrojtëse nëse dikush fillon më interesu për mua, po çfarë ke atë personin, po çfarë është kjo makina, po çfarë ke duar truri e futut. Nuk e kontrolloj dot unë atë. Kjo është nga kjo sindrom, domethënë janë të gjitha? Hipervigjilenca, overthinking, pastaj krijimi i situatave që mund të jenë reale, mund të mos jenë reale, nuk din me bë dallimin. Më fal që po ndërhyj. Po sikur e gjitha kjo të jetë marrëzi ose një, si të thuash, një sindrom e trurit të një njeriu inteligjent dhe shkrimtari, siç kemi parë poetë dhe shkrimtar ndërkombëtar që disa prej tyre dhe kanë vrarë veten. Po, jo, dëgjoj, kjo është apo është unë jam i diagnostikuar po. Gjë, domethënë edhe unë arsye e marr shumë seriozisht. Edhe fakti që nuk e fsheh është pjesë e përpjekjes sime për ta marrë kontroll jetën time. Kjo është betejë e vazhdueshme. Unë i kuptoj shumë këta, jo vetëm artist, po për shembull një mik i imi me cilin jam rrit, një vit më i madh se unë, milioner, e kishte vrarë veten. Edhe po ai ka pas të gjitha. Nuk është baq e thjeshtë ajo punë, nuk është baq e thjeshtë.
Që ti kesh të gjitha dhe ti jesh edhe milioner për më tepër. Nuk shpjegohen vuajtjet e shpirtit me terma thjesht ke këto. Okej, nuk e ka atë që i duhet. Edhe në pamundësi për të bërë paqe me faktin që nuk e ke atë që i duhet, mendja jote të tradhton dhe kaq një moment është ajo. Një moment është ajo. Kështu që i kuptoj unë këta njerëz, por unë jam tip luftarak, kam dëshirë që të mos dorëzohem. Ka momente, ka mëngjese që janë shumë vështira, shumë trona, ka mbrëmje që janë shumë vështira, ka situata që nuk mund mi kontrollu. Ka situata që çuditërisht që ai budalloku me Berat Bizhalin e kontrollova shumë mirë. Kur nuk i di. Aty na ke manitur aty. Me vetë përmbajtjen. Po se di, domethënë, unë kam punuar shumë me vetveten që të mos, për shembull, kam pas një situatë para një viti e gjys ku kam eskalu, ka qenë jashtë publikut, diçka krejt private, por kam punuar ndërkohë me vetveten, edhe ajo gjëja që ndodhi aty është një moment krenarie për mua që unë nuk i kam leju ato instinktet e mia të mbijetesës me reagu, edhe kështu që tani meqense jemi duke shijuar që të them edhe gjë që arti im unë kam fillu të shkruaj në momentin kur kam fillu me vrej të ndryshime mbrana vetes. Edhe arti im gjithmonë ka qenë përpjekje imja for thot anglisht self-healing. Do të thotë të jap kuptim kaosit që ishte brenda meje. Për të arsye se kam çau kokën për kritikën, për menime, për këtë, domthon e kam përjetu veten si qef shkruas. Kam shkruar për shpirtin tim. Qef shkruas, shkruaj për qefin e shpirtit tim. Shpik edhe fjalë të reja. Qef shkruas, shkruaj për qefin e shpirtit tim. As nuk ka interesuar, pra si mund të arsun shoqat shkrimtarëve. Po hec para je jashtë këtyre burokracive dhe unë më atë punë, kam shkruar, domethënë rjetësisht të du dhe pik. Marrë më Të du dhe pik. Kjo poezia më e bukur. Shumë e bukur, gëzuar. Ke shumë poezi me dashuri. Me dashuri. Për çfarë më shku tjetër? Me dashuri. Me shku për benzin. Se sa kemi kaluar. Po mirë, këngëtarët dhe reperat dashurojnë më shumë benzin se sa vajzat. Apo jo? Dashuria është krye tema në gjitha temat. Çfarë këshille do u jepi ti atyre që dashurojnë më shumë bencat, shtëpitë, pronat se sa njeriu? Akoma se ki taku ato që ja e gjitha, me benzë, me makine, me gjitha. Edhe as me nën dy herë bile. Sepse dashuria vërtet këtë fuqi ka, të bën të dalësh nga vetja, edhe të bën të mos e zhdukat qenjen materialiste brenda nesh. Ne kemi, secili prej nesh e ka qenjen materialiste që lidhet fort me egon. Po dashuria e mposhtë atë, edhe ja jep gjitha. Or sigur ajo historia me Aleksandrin, i cili e pushtoi Persinë e vjetër dhe ron dashuri me princeshën Roxana, që ishte vajza e mretit perandorit Dar. Edhe ai pa Aleksandri ka thënë, unë e pushtova Persinë, por kjo më pushtoi mua. Kështu që dashuria e ka këtë fuqi. Kështu njerëzit që bëjnë kështu, akoma nuk e kanë gjetë personin që thjesht i bën zbor. Dashuria të bën zbor, dashuria të bën zbor. Zbor, më zisa ato se ato zborët në kohë të nverit. Ma spyt, hiq. I gragon, po, yes, sir, tak, marrë e më vetë. Po ti bën zbor, apo të bëjnë zbor, kur je dashuruar? Tashi, Me tonë të drejten, kam qef mi për zbor, po dhe më bëjnë zbor. Po unë rezistoj kur më bëjnë zbor. Po si të bëjnë zbor për shembull, dhe si u bëndim? Tregon janë dy momente. Si thonë ajo, kjo është pjesë e luftës së përhershme mrena dy gjinive dhe mrena çiftit. E vërtet është. Por kur ekziston një emocion, kur ekziston një diçka, kur ekziston diçka më shumë, kjo bëhet edhe lezetshme. Mundet me çuë dejte zgjor, këtë komshit aty, da mizi. Por, pastaj e te kalon, sepse e kupton që s'munësh me jetu pa tjetrin, dhe më thonë. Janë pjesë të gjithë, kur ekziston emocioni, kur ekziston ndjenja. Dhe pasioni, kam përshtypjen që kjo është ajo dashuria pasionante, që nuk ecën pa atë konfliktin. Pasioni rizbulohet. Pasioni, por që të rizbulohet pasioni, nuk do të pas tabu. Që nuk du t'jetë tabu ishit, ti ke qenë, ke bo seks me ishin, ose whatever, ose t'ka prej ky, ose
jeta para te. Disa nuk e pranojmë këtë. Po, atë kam problem, do të thonë, ja jap numrin e psikiatrit tim. Është më i mirë në Tiranë, ja jap numrin e psikiatrit tim. Si quhet? Po ja doktor Eugenit ja jap numrin e psikiatrit tim. Do të thonë je për shkut ai. Sepse njeriu duhet të çlirohet, like, do të çlirohesh nga fantazmat e të shkuarës, nga ato gjëra, like, okay, tash unë jam njeri xheloz etj, se xhelozia është pjesë normale e personalitetit njeriu edhe por njeriu duhet të bëj përpjekje të jetoj në të tashmen, jo të jetoj në të kaluarën, të jetoj në të tashmen. Jemi pak edhe kjo është një pengesë shumë jemi pak edhe madhe. territorial, për shkak se ne çunat jemi mashtrues kështu për natyrë ata. Mashtrues. Po, për natyrë e kemi në ADN-n, e kemi apo. Tash është për fol realitetin. Ne kemi për gjithçka. Për gjithçka. Për shembull për numrat e ishave mashtroni? Çunat bashkojnë për gjithçka. Dgjoj. Çunat meshkujt në përgjithësi e kanë problem ti pranojnë disa gjëra. Sepse kështu na kanë llastu mamit, mamat tona, edhe mamat e kanë ditë ç'pi gënjejmë, por na kanë pranuar gënjejmë se na kemi menduar që ja kemi hedhë. Edhe tash i mendojmë që këtë e bën kudo. Kjo është pjesë e natyrës tonë. Po ke fat kur e ke afër vetes një partner që e kupton këtë fëmijën brenda teje, edhe është një parim që femra e zgjuar, kjo është një shprehje e vjetër e Prizrenit, femra e zgjuar është ajo që arrin ta mbajë afër vetës çunin e vet, dashurin e vet, burrin e vet, çfarë do të qoftë. Ajo e pazgjuar është e largon. Do të thonë se e bombardon ose s'din ndjenjën e madhe. E mërzit. E mërzit. Normal kjo tash edhe tash ku është edhe çuni i mençur. Çuni i mençur është ai i cili ndradh parë në mendimin tim, është ai i cili kur gabon, nëse s'mundet më thonë fal, del me në emision, sikur puna ime, edhe po, a din, po, apo kupton, po, haj ta kalojmë këtë muhabet, se ka problem është me thonë. Bënojnë deklaratë të nëndeshme për dashurinë, ë? A din, apo kupton, ta tha, e kuptove që ati shta me thonë, e kuptove, i ka përcejma, po e kuptove që ati shta. Do ndalojmë gjatë kjo dashuria në stilin e Albatros Rexhaj. Sepse model mos pyet, mo dashuria stilin Albatros mos pyet. Je identifikuar si njerëzit mendojnë se ti kur I takoj disa shok të fëmirisë, so ka qenë një periudhë e jetës time, tash kur babi më çonte mua të gjysha të fshat. Tash fshatrat Kosovë nuk kanë qenë si Shqipëri, kanë qenë gjithë. Do të je nga Prizreni, je djalë i Prizrenit, po. Edhe fshati ku ishte? Mamin e kam pas të Prizrenit, babi si I vogël, si 16 vjeçar ka dal nga Kabash, unë jam Kabash I Prizrenit, edhe tash ai tërkon e ka pas babi im një luftë me dajtë mi, edhe çdo verë më çonte mua në fshat, edhe unë filmin Beni ecën vet. E ke jetuar. Tu e kam jetuar, domethënë. Po Ben Blushin e ke jetuar si personazh, e ke njohur? Po e njoh Beni. Po, që mos më iksi. Po, por filmin Beni ecën vet me ato sfidat, me ato çoban, me ato këtë, pse unë kam qenë në Bari Dhish. Sepse 2 muaj ditë, sepse aty kur dilin baktitë të gjithë fshatit me mira, tash zgjidhin kush shkonte me lop, kush shkonte me dele, kush shkonte me dhi, e tash unë duke tish Bari I dhive ishte ma sfidues sepse ajo dhia vrapon, si dush. Ikën te Aratiset. Do shkosh më pasaj. Unë doja me tregu që, domethënë nuk jam çun qyteti unë. Nuk jam çun qyteti. Edhe tash kur I takoj ata shokët e mi që I ruanin baktit bashk, ata tash janë bë mjekë, janë thënë ti u knaqe, dhe me këtë menoj që unë I kam një 50 dashura, like, çdo natë herë të njëna herë të u knaqe, ti thënë, okej, u knaqe. Ti, ndërkohë të dashurat e tua, cilat ishin? Po tash do më thonë ajo, ishin disa. Po ishin disa, po. Unë me fanatizëm kam insistuar në atë që përjetimet e mia ti transmetoj nëpërmjet artit. Pra ata dhe them që kam një shprehje që është që e dua shumë, nuk di kam shpikun apo e kam vjedh, apo po më në film ty besoj më. Them që shkrimtari niset nga vetvetja në rrugë sipër takohet me gjithë njerëzimin. Tash secili kur shkruan niset nga vetvetja. Nuk mund të shkruash ti duke u nisur nga dy. Dhe një histori tjetër kur dikush ta tregon, që frymëzohesh, ti prap atë e proceson në bazë të laboratorit përjetimeve dhe ndjenjave tua. Edhe unë këtë kam vendosur që... Po ky shkrimtar I madh,
ai që shkruan historinë e tij dhe ku gjen veten të gjithë. Tani, Ti po thonë që jam shkrimtar i madh, a? mendoj që po. Në kohën që jetojmë. Unë mendoj jo vetëm që je shkrimtar i madh, po mendoj që Shën Valentini të zëvendësohet me Shën Albatros. Tani e tutje. Ja. Po kaq shumë sa i këndon dhe i shkruan ti dashurisë, i këndon në kuptimin poetik. Dashuria është kam përshtypjen që në kohën që jetojmë ti jep shumë rëndësi dashurisë. Dashuria është tema e gjitha temave. Nëpërmjet dashurisë shpjegohet edhe vetë Perëndia. God is love. Zoti Perëndia është dashuri. Dhe është tema gjitha tema, ka përshikoj gjitha veprat, Odiseja, Iliada, gjitha, për çfarë lufta më e madhe në antikitet, dashuria mes Lek Parisit edhe Helenës Trojës. Helena e Trojës që ishte... Pastaj, kur ajo pjesa e dytë, Odiseja u liksi kur kthehet edhe te Penelopa, histori dashurie, Medeja, histori dashurie. Gjitha janë histori dashurie, edhe edhe luftrat kanë nisë në antikitet për rreth dashurisë. Madje thonë që edhe në kohë moderne njerëz kanë nisë lufta për mi tregu, për shembull, dashurës vetë që unë jam dikushi. Napoleoni e ka pas Josefinën. Po, kam parë filmin. Kështu që kjo është tema e gjitha temave, është sepse nëpërmjet dashurisë kënaqësitë e kësaj bote shijojnë si kënaqësi. Ti ke lek, çka ke bëu me lek? Ke makinë të mirë, çka ke bëu me ta? Po ke makinë të mirë. Hyr fisnike, tak, aty kretë ato setupin modern me drita me sene, muzikën në fund. Policia ik mati se dhe me kushunal. është knasi kjo, se ajo jep, më konë vetë, ka shoku policie. E bukur këtë, me thënë, kur ke ato në krah. Knasit e jetës shijohen si knasi. Në makinë, ajo ta jep forcën, no? Absolutisht. Për të sfiduar edhe policën. Jo vetëm makinë, por pushimet, për shembull, mund shkosh në Bora Bora, shko vetë, çka kemi bëu atje? Çka kemi bëu? Shko vetë, çka kemi bëu? Po kur shko me dikë, Bora Bora është tjetër. Don knasit e jetës shijojnë si knasi vetëm nëpërmjet dashurisë. Përndryshe janë gjëra. Pare, çka kemi bëu pare? Bled. Çka kemi bëu me to? Sa mundesh me harxhu? Sa mundet me harxhu njëri më në një ditë? Më ka thënë një njeri shumë i pasur, e kam takuar në lindjen e mesme, ka thënë njeriu më i pasur është ai që ka lek aq sa mundet me i harxhu. Kjo është e bukur, ka filozofi brenda. Se edhe më shumë para të krijon një lloj bërthllëku shpirtëror. Ai ishte, domethënë, njëri super pasur ke, por njeriu më i pasur ke nuk jam mund, më i pasur ai që ka lek aq sa mundet me i harxhu, domethënë, i mbyll nevojat e veta, on rregull, vazhdo jetën, ai e jetoi jetën. Të shkoj çdo gjë mbi këtë, ti han të tjerët. Domethënë, tjerët jetojnë mbi lekëve tu, ke stres, ke gjëra. Edhe lumaj që e kupton që këtë gjë, për shembull, e kam taku një biznesmen shumë të pasur këtu në Shqipëri. Nuk është mendoj korrekte mja përmend emrin, por duhet ta tregoj si histori, ndoshta njeriu më i pasur në Shqipëri, jo Zamirman, ai tjetri. Është ai tjetri. Ai tjetri. Edhe njeri shumë modest, shumë i thjeshtë, shumë për toke, shumë me këmbë tokë, domethënë shumë tashamirës. Tash dikush më thonë, po ai e ka të lehtë sepse ka lek dhe mund të bëhet ashtu. Po unë di shumë raste të njerëzve të pasur që Zoti e kanë paranë, e kanë lekun. Dhe është shumë mirë kur njeriu çlirohet nga ky perandori i materializmit që e kemi brenda, domethënë diktatori mizor, i materialist, që nuk na lejon të jemi të lumtur. Që nuk na lejon të jemi të lumtur. Njeriu është i lumtur kur gjen kënaqësi në lumturinë e tjetrit. Kur fillon me të pengu lumturia e tjetrit, ke probleme. Ke probleme serioze. Ti nuk duhet me të pengu lumturia e tjetrit. Njerëzit jo pengon lumturia e tjetrit. E si arrihet kjo? Që ti të shohësh njerëz të lumtur dhe mos të vuash. Disa i ka beku Zoti, thjesht janë shpirtra të bekuar, edhe hecin këtë botë se asgjë s'u le përshtypje pikë këtyre budalliqeve. Disa të tjerë punojnë me vetveten. Duhet me zbutat atë kafshën brenda vetë. Është luftë tërkohën. Për të zbutur atë kafshën brenda është edhe tash pa e zbut këtë kafshën brenda vetë, ti nuk mundesh me shiju as dashurinë. Sepse kafshën brenda vetes thotë mos beso, bëu dyshues.
moj zgjonat për veti, disa dashuria të bë altruist, dashuria të bën altruist. Edhe mund është mi u gjitha, thot, punë e madhe, i bëj prapë. Dashuria të bën të kesh besim që gjithën mund është me anis për fillimit. është një ndjenjë, për atë, një ndjenjë shumë e bukur dhe për atë filozofët e antikitetit kanë thënë janë 7 forma të dashurisë, ndërsa këtë dashurin në qift e kanë quajtur çmenduria e zotrave. Çmenduria e zotrave. Zotrave, perëndive, domethënë dashurin ndaj prindit, dashurin ndaj fëmijës, dashurin ndaj shokëve, dashurin ndaj kafshës, cila ka një emër. Ndërsa dashuria në qift e kanë quajtur çmenduria e perëndive, domethënë se kjo ta fshin logjikën komplet. Ashtu është në fakt. Edhe e bë ligjinëri, e ndjen veten shumë në formë. I ke 150 kg, dietë, po dietë me herë, se ika jo. Kom pa dhe këso raste, për shumë një pjetë, një më dhunë. Që ke humbur kile? Po në sipas nevojës edhe moj dietë. Vetëm nga dashuria, nga vuajtja e dashurisë? Ja, po flas në aspekt simbolik, por nëse duhet me bë. You have to do it. Se duhet me dëshmu vetën non-stop, për dyshë bësh bolë, kështu. Nuk e idejnë për dashurin. No, nuk ka idejnë për është kur e sheh partnerin që është. Duhet të ndalojmë edhe tek pjesa e shpirtit, se të thua shpirti është shumë i rëndësishëm. Duhet ta shijojmë shpirtin që ne kemi, shpirtin e atij personi që dashurojmë. Po trupi sa i rëndësishëm është në dashuri. Absolutisht. Apo ndoshta është më shumë se sa bota shpirtërore. Për shembull, çfarë tërheq një djalë si ty? Zot, tash kur je i vogël, fiziku ka prioritet. Është ligj i natyrës kjo. Po. Janë ato tërheqjet fizike, sepse vlon gjaku. Kur fillon me lëviz, nga mezojeta, fillon me kuptu që jeta nuk e ka vetëm aspektin biologjik, ka dhe aspektin shpirtëror. Kërkon qetësi, kërkon siguri, nuk kërkon llafet më dha, nuk të lë përshtypje palestra ose kërkon gjëra tjera. Kur shkon më tutje, atëherë je i fokusuar tërësisht në kënaqësitë vetëm shpirtit. Kështu që tash, por ka disa njerëz që janë të vegjël, janë adoleshent, po unë i quaj janë shpirtra shumë të moqshëm. Ata janë vekum, do ka pjekurin, thuaj se i ka jetuar 1 milion jetë njeriu, ka dhe këto njerëz. Ndërsa ka njerëz që i ka bën 90 vjet, po i ka mend të 5 vjeçarit. Kjo është sfidë, por kur përballë partnerit, nëse vërtet ekziston dëshira, njeriu te kalon vetveten. Që nëse në kupton duhet me bë palestër, nëse duhet me bë dietë, nëse duhet me mjell flokt, i mjell flokt. Për shembull, ke vërej trendin e çunave që i mjellin flokt. Është trendi numër 1 për momentin. Thot me bë botox, shkon bë botox. Aty s'është më pëlqen shumë te botoxi. Po tash ne çuna themi se do me bë botox, po do të shkoj me bë botox. Domethënë bëzbar. Tani me që për përmende... Nuk bë botox, s'kam bë botox. Nuk kam bë botox. Ke bërë ti vërtet? Jo, se besoj. Unë kur për se i shoh, i ke shenjat e... Absolutisht original. E jetës original. Po është përpjekje kjo me shku të botox. Se mund të bësh botox. Jo, presioni pa pa. Me të vërtet e ke, apo po bën shaka? Jo, se s'kuptoj. Vërtet, Në ka shumë çifte, për shembull që thotë, "Ti më shku me botox." Që i thot partnerit, po. Edhe çunat kohëve të fundit janë nën presion të kësaj. E botoxit. Dia se ishin vetëm femrat. Shkota ato klinikat edhe she çunat. Aty ta mbushin mendjen, mos u fut aty, se po fut aty. Po 200 euro. Se fut aty gëzuar. Tani zonja Z e Albatros Rexhaj. A është Josefina e Napoleonit? Me që ma kujtove historinë e dashurisë. Nuk është Josefina e Napoleonit, por është një histori që mu më kalon shenj, sepse kam kuptuar shumë gjëra mbi veten time. Dhe kam zbulu këtë Albatrosi që se vret menen për kur gjë. Edhe, për shembull, që do me jetu në tashmë. Dhe për atë arsye unë e kam shkruar atë libër, dhe nëse e lexon me kujdes, ai nuk është një libër dashurie, është një himn për lirinë. Është një himn për lirinë
e përshkrye personazhi që është femër, përndryshe ajo është një personazh shumë i njohur publik, në jetën reale. Në jetën reale, Po. në Kosovë apo në Shqipëri? Në të dy janë të kufiri. Edhe po pras mendje tani ndërkohë që po. Pa, është dilemë S'kam për ta kombëtare. gjetur kurrë. Dilemë kombëtare. Është dilemë kombëtare. Dilemë kombëtare. Edhe aty kam dashur edhe të flas edhe për një himn lirisë time, sepse aty krye personazhi është shkrimtari përballë zonjës Z. Dhe në fund të librit, nëse e lexon me kujdes, e shet që krye personazhi, narratori, shkrimtari rritet. Se femrat rriten. Çdo femër rritet. Djemt, disa nuk rriten kurrë, disa e kanë fatin që të ngelin fëmijë dhe të rriten, po të rriten plotësisht është problem. Djemt është problem. Është problem. Problem është, domethënë sepse në ledhatimi, llastimi, ndikimi i mamit e bën këtë që mashkulli gjithmonë është, kur vjen puna te pjekuria, është prapa femrës. Femra është ajo që rritet, që përballet me jetën, që e pranon jetën, ndërsa mashkulli gjithmonë tenton me ikë, ndërsa personazhi im e pranon që jam rrit pak. Po zonja Z? Ishte më e madhe se ty? Ja, zem ka idhnu dhe për ato e kam vrarë në fund librit, po ajo e vrasë. E vret. E vret në librin tënd, se në realitet ajo tani të shoj, e ka punë të vetë, unë kam punë të vijë, mos ta nxjerr probleme. Mos ta nxjerr probleme. Për këtë i bëre O, zoti ma çfarë kjo puna thashë them, unë mytën thashë them, ta. E bukur. Na mytën thashë them. Por Zoja Z është një personazh, unë më të dashurat mia, unë kam disa personazhe. Për shembull është Hana te libri i Edith. Libri i Edith ka dy personazhe, ka Edithin edhe ka Hanën. Në realitet do herë bjen dilemë që Hana është më personazh se Edithi. Unë nëpërmjet Edith e tregoj Hanën. Te libri Kthimi është Selena, Selin. Selina e Big Brother. Ky libër është ku 2018, Selina atëherë ka sa vjet i ka pas, ka qenë e vogël. Kjo ishte kod për. Ka qenë e vogël, por është emër i bukur kjo Selen, që do thotë Hana, në shqip Hana. Prapë është ajo Hana, e kupton se unë e përdori vetëm një gjë tjetër, por e përdori si motiv. Përpiqem që nëpërmjet personazheve të mia të tregoj gjëra nga jeta ime. Domethënë përpiqem. Domethënë krijimtaria jote është një lloj biografie shpirtërore. Unë e quaj filozofia është domethënë ditari i dështimeve të mia të përditshme. Po pse s'e ke quajtur dritari i triumfeve të tua të përditshme? Se ekziston triumf, çfarë triumfet mia ka? Të isha triumf, unë isha bo Aleksandri i Madh. Nuk është. Në momentin kur ti arrin ato triumfe nuk ke çka tregon më. Nuk ke çka tregon më. Njerëzit e lumtur nuk shkojnë për dashurinë. Njerëzit e lumtur jetojnë dashurinë. Çakova, jam i lumtur. U kënaqa. Marrë poezia. Po sa si më bën ti të ndihem unë. Një fri rreshta, çka kemi kazu lumturinë nuk din me e tregu. Se unë mund të fol ty një javë ditë për lumturinë ti se kupton. Sepse lumturia ka shumë pak pika referente. Ndërsa vujtja ka shumë pika referente, se ne vuajmë tërkohën. Dimension më i gjerë, po. Po jo, vuajmë tërkohën edhe vujtjen e kuptojmë. Ndërsa lumturia ka shumë pak pika referente. Edhe është shumë udhtim të jetë personal. Tash ajo që unë edhe është një moment, është vetëm një moment. Dhe ik momenti. Të përpiqesh me kap, po s'e kap më. Lumturia është një moment. Sigur ne. Çlirimi i Kosovës erdhi. Pavarësia. Erdhi. Një moment është ajo. Tash vjen sfida tjetër. Dërsa vuajtja e zgjatë është si dimri, Ndaj e kemi këtë xhakun për të shijuar vuajtjet tona. Absolutisht, shumë bukur kjo, do ta vjedh këtë vuajtje është dimri. Zjarri i dashurisë, sa gjallë e mban njeriu? Zjarri i dashurisë mund të. Dhe sa zgjat vetë si zjarr dashurie. Nëse ti e rizbulon vazhdimisht dashurinë, ajo zgjat. Nuk mund ne ndezur nëse nuk i hedh dru. Edhe zjarri i dashurisë duhet me hedh dru. Duhet me volojna, duhet nga s'mu ka pak.
dje në rrugë, mi a thonë, në muhabet, në gjë, në sefë, të shtëpia, du të me ushqyja të tërkohën, për ndryshe, ajo... Dëshuhet. Po, dëshuria e ka një gjë, ti mund është me përdorë të njëjtën prallë 1 milion herë, e thu gjithmonë në mënyrën e njëjtë, por shijon ndryshe. E ushqen që e bën, nëse ushqen zjarrin, ai zjarri digjet. Dhe zjarri të dashurisë duhet rizbulu tërkohën, po me moshën, me përvojën, me vitet që keni kalu bashkë, ajo rizbulohet në forma të ndryshme. Tash, disa çifte e kanë fatin ta rizbulojnë, disa çifte nuk e kanë dhe ndahen. Sepse ngelin peng të një skeme, po ti nuk je si ke qenë fillim. Oj, budallaqja, disa vite kanë kalu bjetër. A disa vite kanë kalu bjetër. Do më thonë, njeriu sot me nesër nuk është njeriu i njëjtë. Leje mo ti para 10 viteve që ke qenë. Edhe, tash, nëse e pranon faktin që njeriu ndryshon edhe ti tërkohën e rizbulon dashurinë, ai pasioni ngel. Disa çifte e kanë fatin, disa çifte nuk e kanë, edhe ndahen, se ndojnë tendenca natyrore, në natyrë është gjithçka në lëvizje. Unë kam pas shumë pasion fizikën, e thot, në univers gjithçka është lëvizje. Asnjë gjë nuk është në gjendje të qetësisë absolute. Nuk ekziston qetësi absolute në univers. Gjithçka lëviz. O në nivel mikrokosmik, në atome, ato gjëra, o në nivel makro, gjithçka lëviz. Disa njeriu ka tendencë, dëshirë me i nal gjanat. Mund është me nalë, është kundër ligjit natyrës ajo. Po s'ke qenë kështu në fillim. Po ka dalë, më një se kem ndryshu, ka ndodhë gjithë shka. Do më thonë, ka ra Covidin e ndërkohë. Ose ndodhi kjo, ndodhi ajo. Po kjo bëhet kur çiftet kanë mirë kuptim për njëri tjetrin, por kanë atë zemërgjërsinë që ta jep dashuria me i mbulu gabimet e tjetrit. Dashuria të jep atë zemërgjërsinë me mbulu gabimet e tjetrit. Është sikur dashuria mamit. Mami e din që ti ke bërë, po ti mbulon gabimet. Edhe në dashuri duhet të ekzistojë një lloj zemërgjërsie. Zi tërkohën tash kapësh në gjë ti e vret ai, ik. Nuk quhet më dashuri pastaj. Ja, dashuri është, po është dashuri, po problematike. Dashuri problematike. Është bëhet problem ajo punë. Po dashuri duhet me pas zemërgjërsi me mbulu gabimet e njëri tjetrit. U kënaqë ato dhënë mesazhe. U kënaqë ato dhënë mesazhe. Kisha edhe një pyetje, çfarë lloj dhimbjesh shumë të mëdha i shëron dhimbja e dashurisë? Për shembull, nëse ke dhimbje të tjera më të mëdha në jetë, të gjitha i shëron dhimbja e dashurisë, ne e kemi përjetuar këtë në Kosovë. Edhe humbjet. Këtë e kemi përjetuar gjatë luftës në Kosovë. Ishte një periudhë, sidomos në pranverë të vitit 1999, kur ne i humbëm gjitha. Njerëz, shtëpi, pasuri, i hupëm gjitha. Dhe krejt që ka kishim ishte njëri tjetri. Madje ne ndonjëherë në Kosovë e bëjmë si batuta, a moni men kohën kur jemi dashur shumë me njëri tjetrin. Sepse krejt që kishim ishte njëri tjetri. Se duhet të ndodhë diçka që njerëzit të afrohen me njëri tjetrin. Është edhe kjo një tjetër. Kjo është ligji i natyrës, fatkeqësisht kjo gjë është ligji i natyrës. Njeriu është ajo shpreha se sa kalova lumin. E harron, mos ta themi shprehjen. Thuaj. Thuaj që të bëhet çik virale, se si do... E kuptoj njerëzit çfarë po thënë. Por disa dashuria të bën më të vëmendshëm. S'pakon teori do duhet të ishte ashtu. Kur ja pranon vetes që ke nevojë për tjetrin, kur ja pranon vetes që nuk mundesh pa tjetrin. Për shembull, je duke bërë në dush, në banjo, edhe e thret në emën. Gjë ose flet. Edhe pse e ke larg, ti flet me të. Dhe në gjëra bashkë. Po dush e ke fjalën për... Dush. Futesh dush. Disa njerëz këndojnë dush. Këndojnë. Disa tjerë thrasin dashurisë. Po, disa tjerë flasin me partnerin në mendjen e vetë dhe thot e thret në emën. Oj hajrije! Në dush, Në dush, për shembull, një gjë. Tash dashuria i nxjerr këto. Po mos ndoshta duhet të jesh patjetër shumë artist në shpirt që ti bësh të gjitha këto që ne tham? Jo, nuk është sa. Apo dashuria jeton në çdo lloj trupi dhe qenieje. Ka njerëz që për shembull shkruajnë për dashurinë, po ka njerëz që jetojnë dashurinë. Në Prishtinë ne kam një shok, ne e quajmë Milano.
fitime ka emrin, e quajmë Milano, sepse ai e preton veten si milanez, kështu gjëra, këtë kona i veshur bukur me puro, me vera, me gjëra. Edhe ajo është njëri që është vetë jeta, është vetë dashuria, është vetë nuk din mi shkru 3 rreshta për dashurinë. Pra kur hec është dashuria vetë, është jeta vetë, domethënë. Ka njerëz që janë të tillë, jo, ndërsa artistët, shkrimtarët sidomos e kanë fatin që ti zbukurojnë gjërat e veta. Ti zbukurojnë gjërat e veta. Për shembull, vujtjet më të mëdha, ti jeni një moment krize të madhe, edhe shkruani poezi shumë të ndjerë, e ua, sa e bukur. Ti s'dira mi thonë, a me qenë falenderues apo me amorri natë, domethënë se ti s'din sa vujtje ke kalu me i thonë ato fjalë. Që te zonja Zë kam një pjesë ku thotë që vujtja shprehet në format ma, të du të me gjetë atë pasazhin, por kur jeti në atë gjendje ti nxjerr gjëra që tjetër, sa e bukur. Po ti se din çfarë çmimi ka pagu shpirti im që të dalin ato fjalë të bukura. Po çfarë kosto? Domethënë është e bukur nëse se ke përjetu vetë. Është e bukur nëse se ke përjetu vetë. E besoj këtë dhe më qëndron. Ti jetu më te me që unë më folë. Kjo vera ndaj po të them. Sa po të kam futur në Grac. Kjo vera se bëshaka. Është verë nga kantina Jakova, që është një krijimi i zotërisë që ka kantina Jakova, që quhet Jak Jakova, edhe kjo bardha që pim në fillim quhet Valja Deon. Valja Deon. Shko se kanë shumë kuptim. Ndërsa ajo tjetra quhet Valja e Burrave. Kjo që po pim ne, që është e kuqe autoktone shqiptare, nga sheshi Zi dhe sheshi Bardh, kultivar sheshi Zi dhe sheshi Bardh, kjo duhet t'jesh burr që ta pish, shumë tha ai zotëria. Absolutisht, e vërtetë. Ti je burr. Sepse më duket se ka pak përqindje alkooli, por që nuk e ndjen. No, nuk e ndjeva fare. Po këtu e kemi dhe ujë lejthiza. Kemi dhe ujë lejthiza. Ujë lejthiza, unë e kam premium lejthiza. Pronarin lejthizës e kam mikë shumë të mirë, Hajri Elezin. Një burr shumë si burrat kohëve të moqme. Zë lejthiza realisht është ujë që ka një histori. Ka një histori që ky ujë del vetëm me një hapësirë për 35 kilometrave katror. Edhe është ujë që i kalon krejt ato proceset e filtrimit natyror, do nuk futet fare në përpunim në fabrikë. Thjesht kalon nëpër gypa dhe direkt në shishe. Është der ujë të rrallë në Evropë që e ka këta cilësi, se pjesa më e madhe e ujit përpunohet në fabrikë. Ndaj kaq që i shishëm, ka ardhur për ty. Tani ato ullinjt quhen ullin Berati, quhen ullin Berat Buzhala. Berat Buzhala. Mos na i kanë këndu se në Berat të këndojnë gjërat. Në Berat të këndojnë gjërat. A di që unë Berat shkoj shpesh aty me këshuin letra. Aty si të futesh me njerë i ndet dikush ti këshuin. Ai ta shohën e fotin. Do e shijosh një ullin Berat Buzhala? Pas asaj që ndodhi. Po tani, ai të sulmoj aty. Ja, unë Berati me sjellje Tirani do e cilësoja unë. Shumë jashtë për tregua. Dhe ti bravo për fisnikërinë. Unë nuk mendoj që ai e ka menduar atë gjë. Jo, do të ishte momentale, po. Ka dalë situata për kontrollit. Unë nuk më ka ardhur mirë, po për mua është çështje e mbyllur. Jeni miq tani prapu pajtua. Ja, s'kemi qenë miq dhe s'jemi miq. S'jeni miq. S'kemi qenë miq dhe s'jemi miq. Miq do të kupton që ti kalon kohën, don gjërat, por nuk e kam marrë mik. Po numrin e telefonit i keni? Po e kemi. Do të thonë po ta marrësh ti në telefon? Përgjigjet. Përgjigjet? Po sigur ta marrësh tani. Kot më lindi tani. Ja. Kemi punë, thuaj më thirrna i gocë, thirrni më le. Jo zguxoj. Jo, goca zguxoj. Kur? Se bëj atë punë. Vërtet, ë? Fakt. Se po ke frikë se tani, domethënë, ti ke dalë në qindra emisione televizive, je shquar për elokuencën tënde dhe për debatin publik me filozofi. Ke frikë se tani e tutje do të quajnë albatrosi i sherrit te Fevziu? S'mërzitë, unë matë. Nuk e ke problem fare për. Nuk mërzitë. Unë
kam një formulë në jetë që çdo që të ndodhë, unë e vazhdoj të rrezin time. Dhe unë e di kush jam, e di ç'a jam, e di ç'a puna ime, unë e di të vërtetën time, asnjë lodhi kokën për atë. Unë akti më i madh i lirisë time është momenti kur unë kam thënë që nuk më duhet validimi nga askuj. Validimi vetëm që dua është në fund të ditës të jem në gjendje të flej i qetë me vetveten time. Këto gjëra të tjera janë të parancishme. Dhe kjo është ajo lufta ime e përhershme që unë ta ruaj kontrollin mbi jetën time. Në momentin kur ç'a mendon X apo Y bëhet rastishme, unë nuk kam kontroll mbi jetën time. Nuk do të thonë që është e lehtë, ka momente që e kam shumë vështirë. Për shembull, një ditë pas asaj ngjarjes me Beratin, unë kam pasur shumë vështirë. Vërtet, ë? Shumë vështirë. Po pse? Shumë vështirë, domethënë kur nala me mendu. E s'ke faj, është? Edhe po pastaj vjen një moment kur e marr situatën prapë në kontroll. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë me marrë situatën në kontroll. Është sfidë e tërkohës, sepse situata del mbi kontrollës, non stop. Përndryshe, nuk jam robot. Askush nuk ka robot. Kështu që jo, ti e kalove shumë shpejt, shumë mirë. jam Dhe ajo që më krenar. bëri përshtypje ishte, domethënë, reagimi yt ose mos reagimi yt, le ta quajmë më mirë. Sepse në një situatë të tillë edhe mund të ndodhte diçka dhe më shumë, një grushtim nga të dyja palët. Tashi, Si e ruajte qetësinë? Sepse është art më vete në kohë sot që të ruash qetësinë, Po. apo s'është shumë. unë kam pasur situata kur nuk e kam ruajtur qetësinë, por ato ka pasur të bëjnë më tepër kur unë jam ndje peng i vetvetes. Për shembull, edhe Berati u ndje peng i vetvetes aty. Edhe I doli situata mbi kontrollës. Ndërsa përballë të tjerëve, unë e kam një dhunti që e ruaj gjaftësinë. Kjo vjen prej kohës, prej luftës. Përballë rrezikut tjetër, unë e ruaj gjaftësinë. Truri im nalet. Like, është slow motion, çdo sen është në slow motion, çdo nuk është futet në atë modin luftarak. Edhe ajo mu më mban tensionin mbrana vetës e kanalizoj në një pikë të vetme, domethënë që unë ta kem situatën në kontroll. Se si të vroj, I shoh gjërat slow motion. E kam këtë dhunti. Por në atë histori më erdhi shumë, ka pas momente edhe komike, po të vërteta. Për shembull në një prej komenteve ka qenë, po normal që ky Slevizis ju drill syri është Nacho Don Bosco. Po, vërtet është domethënë Don Bosco ajo pjesa atje, është lagja ime. Aty jeton ti në Tiranë? Tiranë pjesa edhe aty tash dihet që ajo pjesë e Tiranës aty nuk ka nevojë për polici, sepse aty është. Po, aty rregulli bëhet vet. Rregulli bëhet vet, janë ato forcat domethënë që ka ndodhur dhe shumë ngjarje aty kriminale. Po, aty është në mendimin tim është njëra prej lagjeve më të qeta, ti le makinën pa mbyllë se gjen gjë. Edhe kështu që unë duhet sillesh edhe konform lagjes ku jam. I përshtatesh, ë? Absolutisht. Edhe I falenderoj gjithë ata çunat e lagjës që janë solidarizuar dhe që domethënë ti e din si janë ata çuna, kështu që po I falenderoj. I falenderoj, por unë jam intelektual, fjala ime, arma ime është fjala, mendimi. Në një shoqëni ku njerëzit vriten për një vend parkimi, për shef, pse s'm shef, mendoj që në studiot televizive duhet me pas kujdes, çfarë shembulli japim. Nëse unë e kam frymëzuar dikën që kur je në trafik dhe të del një gomar atje përballë, I thu, okay, vazhdo. Është gjë e mirë. Tash është situata e njëjtë. Tash dy vetë takohen në trafik, njëri duhet më shur rrugë. I mençuri shur rrugë, thot populli. Jo domosdoshmë I mençuri, po unë mendoj personi që e ka situatën në kontroll, që e ka jetën vetë në kontroll, kalon, vazhdon jetën. Para më ti ngel peng aty për një parkim, për një se shove rrugën në trafik, bëhet çështje, bëhet ngjarje, vriten njerëzit, kur mas një koha se mon mend pse ka nis ajo gjë. Like, edhe për këtë arsye jam krenar që nëse kemi dhënë një shembull pozitiv s'pako me ona ime. Po Berati nuk ka njëri I sherrave, nuk është njëri I problemeve. Ai ka dalë situata mbi kontrollës. U tregu pak brutal, u tregu pak i ashpër.
foli fjalë jo të hishme. Po, se të shpërdori një fjalë ai që aty filloi gjithçka. Po, edhe për moshë te kaluam. Shumë mirë. Ka të kaluar shumë shpejt, se sa kanë kaluar. Ka të kaluar aty kur ja kam dhënë dorën për moshë mbyll siç është. Në fakt, nga njëra anë, se lexova dhe komente që thoshin që është e fat të ndodhë një gjë e tillë, sepse ajo video bëri xhiron e rrjeteve sociale dhe arriti një tjetër. E kishte bërë vetë. O, zoti i madh. I kam ta shok aktorë, kishim thonë hajt po e bëjmë. Po s'kishte më dal. Jo, s'kishte dal kaq origjinale dhe ajo ishte situatë aq absurde, domethënë që ndryshoi gjëra, saqë njerëzit thonin është bërë me AI. Po. Sepse fakti që unë e mena kontrollova vetveten, nuk reagova, u mundësu që me vazhdu emisioni, që s'ka ndodhur kur gjë. Po ishte live? Ishte live, gjitha ishte live. Po nëse s'do ishte live ai emision, do kishte kërkuar që të hiqej ajo pjesë? Jo, sikur mos ishte live, se di tash kjo hipotetike, po më shumë gjatë do dilje nga emisioni. Do dilje nga emisioni. Absolutisht. Sepse në mendimin tim, moderatorët mbajnë një përgjegjësi për ruajtjen e rendit në për emisione. Unë nuk i vë faj Fevzos, se edhe ajo është pjesë e kësaj kulturës përgjithshme që është kriju që hajde të bëjmë klikimet, bëjmë gjëra, se kjo është pjesë e kulturës përgjithshme këtu. Jo vetëm te ne, po kudo nëpër botë. Por kjo duhet ndryshoj, domethënë moderatorët duhet ta marrin situatën në kontroll. Po s'po ndodhe, e pash një emision shumë të njohur ndërkombëtar, dhe aty po shahesh, bota ka shku kështu. Kështu është bërë, arenë konfliktesh. Ja, njerëzit, jemi kthy në atë kohën e vjetër kur të gjërat ndodhenin në Koloseum. E pra, se në të 100 sekondës me erdhi si imazh. Dojmë po përplasje, dojmë po jam shoj, mu më ndalin njerëz rrugë, po ma ki prish qefin, thash, pse ma, po dash të qohesh, po s'kam dalë të ramun aty me njerëz. Aty përdoreshin shpata tani. Po, tash njerëzit duan gjak, duan konflikt, duan të shfryhen atë, sepse nuk është vetë aty, është shumë lehtë të mbash anën një gjë kur nuk je vetë, ndërsa kur je vetë, kur je palë, është problem. Haga në një përkufizim të përgjithshëm, çfarë ndjesie të shkakton ty? Po, kjo që po ndodh tani. Unë nuk jam fan se ashtu. Dhe me aq vite burg sa unë nuk jam fan se ashtu. Po kërkojnë të unë nuk jam fan se ashtu. Gjithmonë e kam konsideruar rival politik, e kam konsideruar pjesë të taborit tjetër, si gjatë luftës, si pas luftës. Por ajo që po ndodh, është turp. Kjo nuk ka të bëjë më me preferencat tona politike, nuk ka të bëjë më me çka ka ndodhur. Kjo është një përpjekje e shpifur me rishkruaj historinë e Kosovës. Dhe për mendimin tim, më shumë thashë se ata tjerë janë burgosur politik dhe pikë. Janë burgosur politik shekullit 21. Edhe çfarëdo që ndodh, ata dhe mund të dënohen, sepse ne nuk i kemi atë situatën në dorë, por ata nuk do jenë fajtorë, ata thjesht janë burgosur politik. Si kur të burgosur politik në kohët Jugosllavisë në burgjet tona, ose burgosur politik që ka qenë këtu, ose burgosur politik në Bashkimin Sovjetik, ose sot në Iran apo në Kore. Këta janë burgosurit politik së shekullit 21 në Evropë. Me akuzat sajuara, me dosje që i kanë marrë nga Serbia, për Serbinë secili prej nesh është terrorist. Secili prej neve që kemi jetu vitet 90-a jemi terrorist, secili. A ki marrë pjesë luftës, s'ki marrë pjesë luftës, a ki marrë, si ka interesu. Kjo është arsye pse 99-ën ata janë futë rënë neve. Do të thonë, vetëm Miloševići është frigu prej tribunalit Hagës asë kohë, se do në kishte vrarë gjithve, sigur në Srebrenicë i kanë kapë dhe i kanë vrarë gjithë. Po tash kur futeshin në Kosovë, bënin disa masakra sa për me i trishtu njerëzit, mi të merru njerëzit, edhe pastaj sulmonin fshatrat, lagjet, në 3 anë dhe linin një anë që njerëzit iknin, sepse qëllimi ka qenë zbrazët Kosovë. Po sigur mos kishte qenë friga që bota do e kapte e do bënta, e do na vriste të gjithëve, do e mbyllë të kufinin, e do na vriste të gjithëve. Ajo gjë ka qenë e qartë. Pra ata në secili prej nesh ka qenë terrorist. Sepse tash kjo është kur i dëgjon atë prokurorin të përdor fjalët
që janë copy-paste për dosjeve sërbe, do në diçka mrena, kështu trotlohet. Po mirë, me që festuat edhe pavarësin, a konsiderohet një pavarësi e vërtet? Po, është pavarësi e vërtet. Kjo, me këtë situatë edhe kjo është të gjyqit në Hag? Absolutisht, edhe kjo është pjesë e sakrificës për pavarësinë e Kosovës. Ata janë sakrifiku në luft. Po nëse ata dënohen? Edhe nëse dënohen. Edhe nëse dënohen, është pjesë e sakrificës për pavarësinë e Kosovës. Ata nuk kanë shku atje për gjërat që për arsye politike njerëzit kanë ato vrejtjet e veta, por kanë shku për diçka tjetër. Ata janë burgosur politikë dhe pikë, s'ka që ka me thonë njeri aty më shumë. Kur e dëgjon atë prokurorin në Hag, që i thot Rama idiot ndërkombëtar, me të drejtë, ai sillej thye se unë në vitet e 90 e kam pas jetën shumë të lumtur. Edhe janë çut sa njerëz atje dhe kanë bërë problem. Jo më zotëri, unë kam shkuar në shkolla, shtëpia, mi kanë dëbu prindrit nga puna, s'kam pas bukë me hangur, s'kam guxuar me fol gjuhën time, s'kam guxuar me shku në shkollë gjuhën time, kam përjetu poshnime nga ma të ndryshmet, në më ndalon të policia dhe mi merrte gjitha lekët që kisha me vete, thoshte ik. Do më thonë, isha fëmijë. Edhe mos flasim për ato, për njerëzit që kanë përjetu gjona dhe shumë. Tash nuk jemi ngritë ne, sepse e kishim jetën shumë të lumtur edhe hajt tash po bëjmë probleme. Jo, në populli i Kosovës, populli shqiptar përgjithësi është popull që duron shumë. Për ato është duruar në veri këtu 40 e kusur vite. Populli shqiptar duron shumë. Por kur i vjen këtu, kur zban më kupa, ajo del. Ai sillet thyshe ne kemi pas jetën të lumtur, është e tmerrshme, Ti jeton mes Prishtinës dhe Tiranës. Si mërzit në Tiranë, fillojmë jo shku njerëz e njerëve këtu, iki për Prishtinë. Ndjen ndonjë ndryshim mes Kosovës dhe Shqipërisë? Po, ka ndryshim, janë dy botë të ndryshme. Ashtu ë? Po që e plotësojnë njëra tjetrën. Po pse janë dy botë të ndryshme, Kosova dhe Shqipëria? Sepse jemi formuar në kultura ndryshme politike, administrative. Ato 100 vite histori ndaras nuk mund të shlyhen për 5 vjet, 10 vjet, besa as 20 vjet. Gjermania është bashku në vitin 1991, më duket, 90, edhe akoma janë dallimet mes lindjes dhe perëndimit. Por Tirana dhe Prishtina plotësojnë njëra tjetrën. Por unë ndihem më mirë në Tiranë. Ndihesh më mirë në Tiranë. Por Prishtinën e përdori për të krijuar. Ashtu, aty gjen qetësinë. Prishtina është vendi ku unë shkruaj, ku unë kohën e kaloj të kohë. Atje shkruan, këtu dashuron. Bëj gjithçka. Bëj gjithçka, këtu bëj gjithçka. Jetën time sociale e kam këtu. Ndërsa në Prishtinë unë kam një kafe, 2-3 kafe, realisht, një vend ku unë shkoj, kam laptop, ulem dhe punoj tërë ditën. Punoj, tërkohën shkruaj, dhe pastaj kemi një ritual që dal me disa miq në mbrëmje, edhe ka që ka, ndërsa këtu është tjetër muhabet, këtu është la vita e bella. Ashtu ë? La vita e bella. Bravo. Ku janë vajzat më të bukura dhe burrat më të vërtet në Kosovë apo në Shqipëri? Për çunat e Tiranës, gocat e Kosovës janë më të mira. Vërtet? Për çunat e Shqipërisë. Për çunat e Kosovës, gocat janë më të mira, sepse është më e lehtë mi te kalu këto barierat sociale të rrethit tanë. Atje për shembull, njerëzit të mbajnë mend, mu më mbajnë mend kur s'ka mujt mi fshi qyrat. E njoh këtë, u bë ky. Tash për shembull kur vjen këtu në Tiranë, edhe çunat i shohin çunat e Tiranës që vinë për fundjavë në Prishtinë. Janë tjerë, dhe më thonë pe këtyre, sepse si ka këto barierat sociale, këto dhe njën vetën më të lirë, të shprehet më lirshëm, të tregoj që është edhe gentleman, që mund t'i bëj, s'ka nevoj me lujtat tipin e çuditshëm që në ere të luan këtu. Kjo është një akt lirie, të theme. Është një akt lirie. Por në parim, jo më thonë, jemi ratë si bukur, që në parim gjithë shqiptarët janë veriorë. ADN-ja ka treguar që gjithë shqiptarët janë veriorë. Nuk ka jugorë, edhe ata në Gjirokastër, edhe ata në More, gjithë janë veriorë. Në kuptimin
Historia, ato studimet e ADN si I ka bë ai Gjergj Bojaxhiu, tregojnë që gjithë shqiptarët origjinën e kanë prej një zone që fillon diku mbi Matë dhe përfundon diku në Kosovë, ajo është vargmalet deri atje dhe pastaj shpërndar. Janë shpërndar, domethënë jemi racë e bukur, jemi racë ariane që quhet, dhe shqiptarët për atë kur vinë këtu thonë wow, ose në Kosovë, ose thonë wow, sa njerëz çuna të pashëm, vajza të bukura. Po dhe jemi racë që kemi edhe sharm. Domethënë, edhe në budallok ne kemi sharm. Dhe në budallok kemi sharm. Kur kush se bë më mirë se shqiptarët atë punë. Ndjen nga Shqipëria, ankohen që vajzat nga Kosova kanë të folur pak një zë dhe të folur pak burrëror. Ti çfarë komenti ke për këtë? Vërtet është se ne kemi më trash zërin, si thua këtu. E vërtetë është ajo. Po kjo gjë u heq atyre feminitetin dhe aspektin joshës? Gjithashtu unë një çuna këtu që jo pëlqen pikërisht kjo. Disa për shumë më pëlqen zëri holl për vetë. Ty të pëlqen zëri holl? Zëri holl, më pëlqen zëri holl. Ke frikë se trëmbesh, e? Jo, më pëlqen ball ma ato zëra të trash. Disa më pëlqen zëri holl. Po, ka çuna që njeriu tërhiqet nga ajo drejt asaj që nuk e ka. Që se ka provuar. Nuk e ka dhe që është jashtë komfort zonës së vet. Por duan ka njerëz që njihen mirë në komfort zonën e vet, ëh. Nuk do me ndryshu, dhe ajo është legjitime. Përndryshe gjithë Tirana do shkonte përfundjavën në Kosovë dhe gjithë Kosova do vinte përfundjavën në Shqipëri, por nuk është kështu. Janë ato majat e njerëzit që kanë dëshirë me eksperimentu, që dojnë diçka më tepër. Por është gjë e mirë që tash njerëzit po e bëjnë atë që nuk e bën dot politika. Përderisa brezi I prindërve të mi ka shumë dallime, një Kosovës me të Shqipërisë, brezi gjyshave të mi edhe më shumë. Brezi im ka, po brezat poshtmeje nuk kanë, domethënë, sidomos brezi 30 vjeçare të poshtë, njerëz që janë rrit pas që është kriju autostrada, pas që është ndërtu autostrada, ata nuk në mendjen e tyre, hapësirën e tyre mendore nuk kanë kufi. Për shembull, një çun në Prishtinë shikon kur bën parti në Vlorë apo në Sarandë apo në Tiranë dhe thotë po shkoj në parti. Ai nuk e llogarit që ka kufi. Edhe I kundërta. Shumë e bukur kjo. Edhe I kundërta. Sidomos në verë. Edhe në verë bëhet nami. Po, jo në verë, distancat. Për shembull, fundjavën e kaluar në Prishtinë, vlonte pe makinave luksoze të Tiranës. Vlonte, domethënë, kur s'ka makina më të bukura se në Tiranë, ëh. Mos ndoshta kjo është adrenalina e drogës, kokainës dhe alkoolit? Apo thjesht e rinisë? Jo, kjo është, ishte një kokur në Kosovë, njerëzit investonin vetëm makina. Por tash në Kosovë është e kalu kjo që. Edhe këtu vjen një moment kur do të kalohet. Po. Kur shkojmë perëndim, ashe makina luksoze. Ata kanë mlek më shumë se ne. Po nuk I shpenzojnë për makina. Vjen një kohë kur ajo te kalohet. Ngopet shoqëria me atë që to është fazë që te kalohet, domethënë. Ti je një person që flet hapur për çdo gjë. Ti je për legalizimin e shtëpive publike? Jo. Jo, pse? Jo. Mendoj që është budallëk ajo punë. Edhe asgjë e mirë nuk del pi asaj punë. Jam për legalizim kanabisit. Të hashashit, si I thoni ju në Tiranë. Hashashi është tjetër gjë, kanabisi është tjetër gjë, por kjo bari, ne themi Kosovë bar. Por shumë kam disa krijime shumë bukura që I kam bërë, kam qenë stone, krejt komplet, kam pas një shok, ai tash është njeri I transformuar, po pinim bar, edhe krijoni. Pinim bar të dy? Po, edhe krijoni. Ai ka qenë kompozitor, këngëtar, bërim gjëra, po. Kush është ai, e njohim? E njohur, po tash është njeri shumë I qetë, është. Po se edhe I relakson. Edhe, për shembull, kanabisi në shumë vende të botës është I legalizuar. Nuk është unë madje kam një mendim që as nuk është drogë kanabisi. Nuk është për mendimin tim, nuk është drogë. Përdoret edhe në mjekësi megjithatë. Nuk është drogë. Po disa njerëz mendojnë që është, po ka shumë vende që e ka legalizuar, mendoj që Shqipëri duhet legalizuar, Kosovë duhet legalizuar, lek kush do me pile ta pinë edhe si në Holland, për shembull në Amsterdam. Po, që pra ti janë të legalizuar edhe drograt, por edhe prostitutat. Jo, është vetëm kanabisi është I legalizuar në Amsterdam. Kur vjen puna legalizimi, prostituta tregoj një histori isha në Gjenevë. Isha në Gjenevë, për herë të parë në Gjenevë,
Edhe kishim marrë një hotel. Në Gjenev, i themi ne. Po. Po. Edhe një hotel në një lagje, ne se dinim, por na kishin vendos, ishte në qendër, po aty afër, ishte lagje e pasur, por ku kanë të lagjet e pasura, i shihet ca goca rrinin të qoshët, kështu, te këndi. Të goca, edhe tash, ne ishim kështu, çuna të ri, edhe fillu më afrua, ufton. Nga s'pante bënë, kur ajo tha, për një moment ma nxeri librezën, ajo. Trap, tha, unë e kam certifikatën. Ishte prostitut me certifikat. Certifikatë, s'kam smundje, s'kam gjërët, që po ma kalzon kjo mu këtë? Që po ma tregon kjo mu këtë? Edhe ngella, që po ma tregon, s'kuptoja. Edhe ai si ishte udhëheqësi i grupit, nga, kur jam po thotë, iki thash, po pse ta, po këto janë nga ato, thash, po si këtu, thash, prostituta me certifikat, s'kisha po kur. Po, thash, mos më thuj që i pagun edhe taksa. Tha, po dhe pagun edhe taksa, thash. Nuk më duk që... Taksa të i pagoj ti? Po, thash, me siguria e me TVSH, imagino me ta fut faturën me TVSH. Fut i botës. Edhe, aty e kam kriju një ide që kjo puna... Ajo është zanati më i vjetër në botë që nuk ndalon kur, po nuk do të legalizohet. Prostitucioni është i vjetër sa poezia, po sërse kanë shumë lidhje me njëra tjetrën. Zotësh, ato janë prirje të njeriut. Edhe tash cila është e para, a veza ka bo pulën, a pulja ka bo vezën, s'është më rëndësi, por ta jep aty, kjo ka kontakti imi i parë dhe i vetëm me një prostitut ka qenë aty. I vetëm në jetën time. Qa viti ishte? Ishte viti 2006. 2006. Edhe... Tani nuk na e the fundin, nuk e pranove, kësha hallin e taksës. Nuk është, ta themshë, u habita atë shumë, më ngeli fiks. Se si ishte kaq? E nxeri certifikata, unë jam në rregull, s'ke faj. Ngela, o, zoti ma, që kjo po, edhe kjo, profesion më i legalizuar se çdo profesion tjetër. Në Zvicër, në Zvicër në atë vend gjithë zhvilluar janë ballafaqur me këtë. Gëzuar, për që pas ke shpëtuar nga e prostituta. Me for realitetin e mirë ishte, E mirë ishte, bjonde brune. E mirë ishte, ajo, por është fatkesi. E pyeti për komësin apo? Me sigurisht nga këto, nga vendet e lindjes, por është fatkesi në vetvete dhe ajo. Unë menoj që askush nuk e bën nga qefi atë gjë. Se tash ka dhe prostituta meshkuj, dhe zhigoloqi i thonë, po askush nuk e bën nga qefi atë. Unë menoj që ka njeriu një hall, ka humbë shpresën, ka një thyrje të ëndrave jetësore dhe që lëshohet në atë rrugë. Domethënë, është për këtë qartë. E vërtet. Çfarë të josh më shumë në këtë moment? Jeta, jetuarit, apo ndoshta të josh edhe vdekja? Se kam dëgjuar që ke pasur edhe tentativa për të vetë vrarë. Unë e dua jetën shumë, por doherë mendoj që jeta nuk ofron mjaftueshëm. Po e dua jetën shumë. Qa më josh mua më josh ideja që të bëj gjëra të jashtëzakonshme. Edhe cilat janë këto? Për shkak një moment du me çfarë do profesioni që më shpiket do e bëj. Edhe për atë arsye kam kryer vetëm shkollë. Shkollë mas shkollë. Bilet së fundmi kam shkuar në shkollë me 18 vjeçar, shkollën e juridikut. Edhe ishte shumë interesant që të shkoja në klasë, shkollë me fansat e mi. Profesoresha, ishte fansimi. Edhe ishte përvojë shumë e bukur, shumë interesante. Pastaj kuve të fundit kam thënë duhet të bëj milioner. Milioner? Po, pa i lekë edhe unë. Po jam se ca plan. Kam dëshirë të bëj gjëra të jashtëzakonshme, kuptimin që dalin pikë komfort zonës sime. Kjo më josh mua, me dal pikë komfort zonës. Nëse rri në komfort zonë, gjej qetësi, ajo qetësia të pasivizon, pasivizimi domethënë ftesë për vdekje. Unë i frikohem shumë qetësisë. Nuk e dua qetësinë. Po vdekjes i friksohesh? S'ka njeri që nuk i friksohet vdekjes, nuk ekziston ajo, por unë kam pas një përvojë në vitin 2013, që quhet ajo near death experience,
Edhe kur pastaj kam thonë nëse vdekja është kështu si që ka gjë ajo punë. Është një moment. Çfarë është ajo eksperjenca? Unë kam pritur një shok, si rezultati një alergji sulm shumë i rënd i alergjisë. Dhe njerëzit ata që merren me mjekësi e dinë që alergjia o të vret o del për situatës. Ka shumë njerëz që kanë humbur jetën si rezultati i një sulmi alergjik, se gjithçka ndodh shumë shpejt. Dhe unë kam pritur një shok si rezultati i një sulmi alergjik, edhe ka qenë një moment i tillë ku kam përjetuar atë që thotë kur i dorëzohesh Zotit. Thjesht kam pa, o Zot në dorën tënde. Është e vërtetë, o Zot në dorën tënde. Edhe por kur jam këtu, nëse vdekja është kështu, nuk qen ka gjë the. Thash nuk qen ka gjë. Por njeriu i frikohet vdekjes. Është normale, është ajo si. Nuk i frikohemi vdekjes, sa i frikohemi frikës që ndoshta nuk ka asgjë. Për te, se doja ta dija, po. Frika nga mos ekzistenca. Sikur ne të kemi garanci që ka diçka, qoftë ferra apo pajrajs apo diçka tjetër, ka diçka, e kupton. Po shkon dikon. Ndërsa njeriu e ka atë frikën nga mos ekzistenca, që në atë moment s'ka më kurrë. Në fakt, ata që nuk besojnë në Zot e kanë këtë frikë. Secili e ka këtë. Apo të gjithë ata që besojnë në Zot e kanë frikën që atje për te nuk ekziston asgjë? Kjo frika nga mos ekzistenca është thellë në brenda njeriut. Tash besimi të ndihmon që ta menaxhosh, ta tejkalosh, po është prirje natyrore. Besimi të ndihmon ta menaxhosh dhe ta tejkalosh si frikë. Domethënë është ti dorëzohesh Perëndis. Është mendimin tim është një gjë e mirë ajo. Nëse ti thjesht i dorëzohesh Perëndis. Po ti që i dorëzohesh Perëndis beson tek Perëndia dhe te Zoti? Po, besoj. Çfarë besimi je? Domethënë si çfarë besimi i përket? Unë jam i lindur i rritur musliman, por unë besoj në atë që besoj fuqishëm në atë që të gjitha rrugët në fund çojnë te Perëndia. Gjitha rrugët në fund çojnë te Perëndia, thjesht njeriu duhet ditë të merr kthesën e duhur. Perëndia gjithmonë ta lejë shej diku. Ktheu këtu. Ta jep një shenjë, po varet sa i zgjuar je ta kuptosh. Jo, nuk ka të bëjë me zgjuarsinë, duhet të jesh gati. Njeriu duhet të jetë gati. Por Perëndia gjithmonë ta lën një shej, edhe kur je njeriu më i keq, më i poshtë, gjithmonë ta lej shej, ktheu këtu se mëshira e Perëndisë është shumë e madhe. Edhe nuk na ka krijuar, unë besoj në atë që Perëndia nuk na ka krijuar që të shkojmë dëm, që ta çojmë këtë botë dëm, ta çojmë veten dëm. Edhe për ata them që njeriu gjithmonë duhet përpiqet që ta merr kthesën e duhur. Unë nuk besoj në atë që ka njerëz kështu, pa shpresë. Thjesht se ka marrë kthesën e duhur. Se kanë marrë kthesën. Ti tani ke bërë rrugëtimin deri në gjysmën e jetës. Të paktën me kaq sa. Pa gjysmë edhe mirë, gjysma e jetës. Në këtë rrugëtim je pro martesës apo ke hequr dorë nga martesa? Çdo tash, unë nuk besoj shumë në institucionin e martesës. Sepse martesa u kthy në institucion. Po. Unë besoj në partneritet. Tash ti a bë kontratat, as e bë kontratat, puna është mohabet tjetër. Ka plot çifte që se bëjnë kurrë. Edhe ligji e njeh bashkëjetesën si të barazlefshme me martesën. Me ligjin shqiptar. Po, e vërtetë është. Bashkëjetesa është e barazlefshme me martesën. Por unë besoj në partneritet. Kontrata nuk ta jep ty partnerin. Kontrata ta jep një njeri me cilën ty ndan diçka. Po partneri nuk ta jep, partneri është diçka tjetër. Partneri është edhe shok, edhe dashnor, edhe i dashur, edhe vëlla, edhe motër, edhe gjithë. Si thonë, cila është femra ideale për një mashkull? Është ajo femër që kujdeset për ty si mami që është kujdes për ty? Është ajo femër që gjithmonë t'jep drejt, sikur motra që jep drejt vllaut vet? Po motra gjithmonë jep drejt vllaut vet. Edhe është ajo femër që në shtrat është ajo me 100 certifikata. Certifikatat e asaj. Me 100 certifikata. Në Gjenev të Zvicrës. Tash se di cili është mashkulli ideal për një femër, por me siguri që edhe femrat e kanë versionin e vet të kësaj historie. Meshkujt shqiptar e kanë pak atë dëshirën për të lënë pasardhës në jetën e tyre. Ti e ke? Po do të thonë
Edhe unë kam... Plan në mendjen tënde? Po ku e di ti që s'kam? Unë jam njeri shumë privat. Edhe unë jam njeri shumë... E ka menduar në njerë, kam thënë. Unë jam njeri shumë privat, edhe tash... Unë tash privatësinë time, nuk e kam unë këtu sepse s'du me kallëzu apo diçka, pa ka model jetë. Po se ne jemi popull i vogël, secili ja din punë secilit, aty nuk ka ne sekret ka gjë, pa ka model jetë. Unë mendoj që sot mbrojtja privatësisë është luftë sikur në kohrat antike kur njerëzit kanë bërë kush e di se çka, se sot bota sulmon me tendencën me ta dhunu privatësinë, të futen telefon, të futen aty, të futen këtu, me ta ditë pasvordin në fund i botës. Etjera. Privatësia është sot mendoj që është betejë linja e fundit ku njerëzimi mbrohet. Kështu që unë privatësinë kam model jetë. E kuptova. Jo diçka tjetër. E kuptova. Ti ke dëshirë kështu me Jo, po prapë e kuptova unë diçka, e mora diçka. Po mirë, do të thosh. Po, përfundoje. Të jesh prind vjen si rezultat në mendimin tim i dy shtatë. Kur gjërat ndodhin në jetë, ndodhin. Dhe kur i planifikohen. Të ka ndodhur. Tash, kur gjërat ndodhin në jetë, për shembull, ti thjesht shkon me rrjedhën. Dhe kjo është arsyeja pse për shembull gjyshrit me nipat dhe mbesat kanë afërsinë që kurse kanë pas me fëmijët e vet, sepse të përpiqen të kompenzojnë gjërat që nuk i kanë pas me fëmijët e vet. E vërtet është kjo. Sepse fëmijët kanë ndodhur. Kanë ndodhur një jetë. Duam një bo prind, po s'do me thonë që mendërisht ke qenë gati të bësh prind. Edhe ka raste kur e bë me plan, kur do që të kesh diçka që është edhe simboli dashurisë e tjerë. Një jetë ka të dyjat, do me thonë të janë, por në shumë të në rasteve të njerëzit, jo vetëm të çështja e prindërimit, por shumë gjëra thjesht ndodhin. Se pra po e them këtu, nuk kemi kontroll mbi jetën tonë, por duhet të kthehemi te ajo që thash fillim. Njeriu duhet luftosh të kesh kontroll mbi jetën tonë. Kjo është përpjekje e përhershme. Sa orë shkoj, sa u bën 2 orë këtu. Dëgjoj, jo, edhe dy pyetje kam. Ke qenë te Dancing with the Stars? Po. Kërcimtar. Po te Big Brother. S'shkoj kurrë. Ta kanë bërë si ofertë? Po, në qenë në Bigun e parë. Po pse nuk shkon? Po nuk shkoj për arsye sepse aty jam në mëshirën e produksionit në një, që është e tmerrshme për mua, e trurim se pranon. Edhe e dyta, nuk dua që njerëzit të më shohin mua në ato momentet e mia të sikletshme. Është thyrje e madhe e privatësisë time. Po, ajo që ti e ke të shenjtë. Po, është thyrje e madhe e privatësisë time. Që në Bigun e parë, unë kam marrë ftesën nga Arbona Osmani, edhe Lorena Minga, si e ka pasë emne aty e di. Lorina Minga, po. Edhe unë nuk kam pranu, arsyeja ka qenë kjo. Por në dancing kam shku me qef, unë nuk kam ditë me kërcy, të merë jetës time ka qenë me mftu në dasëm dikun, se thuj kësaj tavoline me kërcy, kështu kam qenë unë. Por në 2 vite kam ushtru te i masë, dhe sa kam mësu që nuk kërcet me këmbë, po kërcet me vesh. Dhe tash jam një dancer kështu par excellence. Tani e fix për atë ceremoninë e dasmës, ë? Me pafion? Ma tjetër, unë ty të shkoj në Hollywood aty edhe e gjiroj La Bamba. Do unë e kam pasion tash ato muzika, drëng, ose si muzika bam, unë më njerë. Direkt, direkt. Tani vërtet nuk e në Big Brother, po i ke komentuar gjithmonë në personazhet, lojën dhe madje ke bërë poezi për Luiz Zelin dhe Kiara Tito. Po, ka bërë poezi për dashurinë e tyre. Për dashurinë e tyre. Sepse mua është duk një histori shumë interesante. Tash njerëzit thonë për Luizi, unë mendoj që Luizi nuk do bënte asgjë sikur mos ishte Kiara. Edhe lojën që ajo që aty ka ndodhur, ajo ka qenë vërtet një lojë dashurie, jo e stisur, reale, ku ajo e refuzonte ndërsa ky nuk hiqte dorë. Edhe kjo e ka kriju Luizin. Fakti që kjo e refuzonte non-stop. Ju kujtohet që momentin kur Kiara u dorëzu, nuk ishte loja interesant. Shkoj një inercion, por nuk ishte më suspans.
Edhe doli disa ditë Kiara dhe u rikthye prapë në Po, lojë. nuk ishte më suspans, kur ajo e pranoi Luizin. Po, ajo gjëja që e bëri Luizin të famshëm ishte fakti që ai nuk kishte dorë, edhe në ato situatë ai nxorri shumë tiparet personalitetit vet, që sot e kësaj dite është figurë të popularizuar. Po, ishte real në atë që... Po, ta ka kërkuar këtë tekstin ta bëj këngë? Ja, Jo? Si ka mundësi? Ai ka bërë këngë për dashuritë e gjithë botës. Është mendje e madhe? Po, më madhe është Luizi po letë. Luizi është më madhe po letë. Edhe një koment për këtë romancën ose këtë trekëndshin me Selin, Miri të West Side Family dhe DJ Gimbos, që është një djalë nga Kosova. Thonë drejtën, nuk kam ndaj formenimi, sepse ky big më nuk më ka të rejsh fare. Fillim jam përpjek, në situata atër me Mirin, me Selinën, më është duke interesant. Më la shumë për shtypje fakti që njerëz u treguan pamëshirshëm në gjykimin që bën. Po pastaj situata kaloi në mainstream, domethënë ky big nuk ka në menimin tim në gjë që do mbahet mend. Dhe nuk e kam ndjek, pikërisht për këtë është një farë. Nuk ka të personazhin e fortë thua ti? Nuk janë gjëra të rëndomta. Gjëra të rëndomta, Janë gjëra të rëndomta. Nuk ka, domethënë, nuk është ajo përplasja intelektuale, fuqia intelektuale për shembull që Ilir Shaqiri e ka dhënë në bikun e parë, ka qenë përplasja me Donaldin. Ka pasur një friksion edhe intelektual edhe social edhe me rësidush. Pastaj kemi pas Luizin. Pastaj ishte Egla Cena. Po, që e bëri në bikun e kaluar ishte Egli Tako. E kam shiku bikun e kaluar për shkak të dramave që bënte Egli, që më janë duk reale. Si këtë vit nuk shoh në gjë, unë nuk shoh të arme për formatin Big Brother VIP. Ku do i marrin ata VIP-a më? S'ka më VIP-a thua. Ku do i marrin ata VIP-a? VIP-a ka, po varet a hyn, se VIP-a ka. Në atë format shkohet, ose nëse e në fund karrierës, dhe është rasti i fundit që të riaktualizohesh, sikur Luizi që e pat rastin e fundit që të faktorizohet e kapi momentin, ose e në fillim dhe dëshiron që të bësh fikse, ke thënë. Por me faktin që aty nuk ka ndoj diçka shumë interesant, unë menoj që si format nuk ka të ardhme. Edhe ky sigur ai bigu i vjetër i rëndomt, edhe pak edhe... Edhe pak edhe do mbyllet. Do venitet. Do zamentsohet me diçka tjetër. Me që folëm për poezit e tua, që disa i ke shkruar në efektin e Ashashit, që ta me humor ose pa humor. Ka qenë viti 2014-13, në idea. Do e lexojmë atë poezinë që unë e kam të preferuar, se dhe postimin e ke bërë me një gotë verë, që është edhe simbolika e podcastit Close Friends. Është e preferuar e atë? Po, një ndër të preferuarat e mia. Dhe shkon me momentin sot. Ti nuk më ndez shpirtin. Ti e heq perdën. Dhe mbrenda zbulohet një dritë që ka qenë gjithmonë aty. Unë vetëm ndalë frikë. Dhe këta këmë dash me të regu që dashuria nuk mund vjen shpreje, nuk mund manifestohet nëse nuk e mposht frikën në mbrana vetës. Dhe kjo dashuria që ka si të gjitha ndjenjat e tjera, të madhërishme, që duhet ta mposhtësh frikën. Është mal pa fund pastaj. Gëzuar. Albatros, fluturofsh sa më lart, siç ke emrin, si një nga qeniet, siç e tham, më të madhërishme të botës së fluturimit. Edhe shpresoj të të shoh me kryevepra të tjera, siç di ti shkruash vetëm ti. Si një mjeshtër i prozës. U kënaqë vërtet. Kënaqësi dhe për mua, u kënaqë.